analizës edhe nga mënyrat e këndvështrimit që padyshim ka shumë të tepër liri për ta thënë gjën, pastaj shumë të tepër vështirë për ta implementuar. Është e vërtetë që mund të ketë komente, tani mbas të themi 13 vitesh pushtet Partisë Socialiste, kur ne kemi premtuar drejtësinë e re dhe mbas rreth 10 vitesh që është le të themi miratuar legjislacioni përkatës për ta ndërtuar atë. Është e vërtetë që ka komente mbi kushtetutën, po është vetëm 25 vite që e kemi implementuar kushtetutën. Dhe për çdo gjë ka komente. Nuk diskutohet, edhe për atë që tha zoti Menxhozi Vetingu, njerëzit tonë një është bërë mirë, është bërë keq, po në të tërën është bërë shumë mirë që është shkundur sistemi vjetër i drejtësisë, i cili parimi në bazë nuk kishte sqarimin e problematikave të njerëzve, por kishte mbulimin e problematikave dhe në raport me pushtetin, në raport me funksionarët publik, në raport me investigimin publik, ishte pothuajse zero, inexistent. Pra, para se të vinim në pushtet, në qoftë se një deputet apo një titullar binden përgjimet e prokurorisë apo të policisë, ishte me detyrë që duhet ndërpritej përgjimi. Dhe mbrojtja ishte 100% absolute. Mos harrojmë, ne kemi qenë, dhe nuk ka kaluar shekuj. Ka kaluar pak vite nga dita kur prokurori i përgjithshëm akuzonte qeverinë e Sali Berishës për 200 milionë euro korrupsion në rrugën e Kombit, dhe përgjigja, atë vepër e kam bërë unë, prokurori i përgjithshëm për një javë shkarkohet. S'ka kaluar shekuj nga 21 janari, që ne kemi qenë të gjithë bashkë në të tretë paktën, kemi qenë edhe si afër fare, dhe mund të ishim pjesë atyre viktimave të asaj dite. Nuk është aty u qëllua me përzgjedhje. Të trene mund të ishim pjesë e historisë tani. Por ama, prokurori përgjithshëm erdhi dhe kërkoi hetim. Sali Berisha i mori ata të gardës, ata ç'pun keni ju, ata do i kisha vrarë më shumë. Pra, raporti ka ndryshuar dhe kjo është themelore për cilën ne. Tani më vjen keq. Me që përmene 21 janarin për plasë. Jo, po them raporti me drejtësinë, jo 21 janar. Edhe 21 janar është pjesë e kësaj tollovike dhe komente. Dy raste, pikërisht dy raste që janë dy gropa. Dakor, janë dy gropa. Janë dy gropa. Po janë është një raport komplet ndryshëm dhe dëshmi të këtij raporti. Ndërsa tani çfarë kemi? Ne padyshim themi që duhet bërë ajo, sepse doli ai problemi i kufizimit të detyrës, ushtrimit detyrës. Pezullim. Si mund pezullohet një titullar? Mund titullohet presidenti i Republikës nga një gjyqtar, qoftë ai më i ndershëm, por qoftë edhe ai një i ndikuar nga lëri këto, se kur është për korrupsion, njerëzit thonë, po mirë se korrupsiona ne. Po kur mund të jetë një efekti, një force anti-shqiptar, po sikur një shtet Jago e ke hetimin e Porto Romanos. Që hetohet një tender i cili s'është zhvilluar akoma, më trego pak për kjo si do. Është kjo ç'është. Pra, ajo historia dhe Porto Romanos, pra një gjyqtar, një prokuror, se tani ne mendojmë sikur ata janë të kulluar, po njerëz janë ata. Po jo, si ne janë ata, këtu janë ata, këtu janë ata. Pra, sikur të bllokonte, të thoshe presidenti i Republikës së Shqipërisë është i pezulluar, se me ndjesani se duhet marrë me emra përveçëm, duket sikur dhe lidhet me gjë. Po një titullar nga këta që përmendëm, kryeministri. Mos e se presidentin e kemi të ndjeshëm, mos e. Po pse duhet ta përmendim si rast? Pra them që një gjyqtar për një gjë që s'ka lidhje me korrupsion, a mund të pezullojë një funksion publik? Padyshim që jo, po ai pse s'ishte parashikuar kjo në ligj dhe në kushtetutë? Po padyshim mbase ca gjëra nuk shkon mendja të gjitha. Po duhet të shkojmë. Dhe kjo është, ky më është realiteti. Kur preket funksioni, ku ishit ju, pse s'flistit përpara tani? Se kjo ka një origjinë dhe ka një logjik që ka ardhur në rritje. Jo, më pezullimi është gjë e re, një shpikje e re. Po mirë pra, pezullimi nuk vjen në shtratë të vdekur. Po dakor, po ta shikosh nga pikpamja e juristëve, në rregull ata pezullimi se ligji nuk e ndalon. Pa ma është funksion logjik dhe të tetë ata thonë një orë duhet ta zgjidhni këtë punë. Në vendet e bezë, është e parashikuar që të jetë vendosur në ligj ruajtja dalimi për padyshim. Po padyshim, nuk mundet që ti të pezullosh pa. Por nuk ka se tani duket edhe kjo puna e imunitetit të Ballukut, edhe puna e pezullimit. Pra ngatrohen nocionet dhe konceptet. Imunitet ne nuk kemi. Nuk ka imunitet. Pra një deputet hetohet, qoftë ministër hetohet, dhe në rast se do të ketë një akuzë të rëndë, e cila e bën veprën të atill që duhet
edhe të shkojnë për të arrestimi, pastaj vjen në parlament. Po hetimi vazhdoni të plot, dhe në rast konkret nuk kemi një akuzë për korrupsion. Kemi një ndjesi, natyrisht e pa provuar, por që padyshim është një çështje që po hetohet për një pabarazim tender apo ndikim palishëm në një tenderim që ka ndodhur 5 vjet më parë. Pra nuk kemi një akuzë për korrupsion. Pra imunitet ne s'kemi nga ndaj hetimit. Reagime nga ambasadat e huaja këtu, të cilat më parë natyrisht e kanë uruar zotin Rama, e kanë mbështetur, u bë kohë të paktën që nga 2019 që të paktën ambasada gjermane apo dhe vetë sinjale, do me thënë, raporte nga Gjermania nuk kishin arur, po përkundrazi ishin shumë pozitive dhe në mbështetje të qeverisë. Ambasada kryesore nuk foli vetë. Amerikanët nuk kanë folur. Dhe ne dim se nuk kanë folur. Se nuk kanë folur. Po kanë thënë ata, e kemi trajtuar në emisione këtu, ata kanë thënë, qëndrimi tyre është me drejtësinë, do me thënë, raportet ata i kanë luftë kundër kriminalitetit, trafikeve të drogës, çështjet e sigurisë, e tjera, me demokracinë ata janë të requr. Po, edhe ato reagimet e ambasadave që jam të vlerësuar, ishin të gjitha në mbështetje drejtësisë re që nuk kemi. Pra, është një raport i cili padyshim ka nevojë për të sqaruar, nga vendimi sotshëm i parlamentit, zoti Klosi. Po, vendimi sotshëm i parlamentit dhe mbështetja për reformën drejtësisë re dhe institucionet e drejtësisë re që ka qenë e palëkundur nga mazhoranca. Mund të bëju si qytetar këtu ose të përcjell zërin e qytetarëve është ky, se unë jam qytetar shqiptar që dua integrimin e Shqipërisë në Evropë dhe këtë sfidë e keni marrë ju, se ju jeni në qeverisje dhe keni bërë dhe premtim elektoral, jo vetëm për këtë mandat, po dhe për mandatin tjetër. A i rrezikon, do e thënë, një qëndrimit tillë i sotshëm çështjen e integrimit, mund të sjellë një penalitet, një ngecje, se që u lexua si kartoni verdh për opinionin publik. Qëndrimi këtyre shtetet sot u lexua i tillë. Dhe perceptimi sot kështu është dhënë opinionin. Raporti me integrimin është natyrisht themra e akilit të kësaj mazhorance në këtë mandat 4 qeverisë. Dhe padyshim premtimi më i madh elektoral edhe le të themi linja jon strikte për të shkuar përpara në këtë procesin e reformave integruese. Për sa i përket hapjes gjithë kapitujve, negociatave për këto kapituj. Raportit, negociatave me ta dhe diskutimin për mbylljen e kapitujve, pra për ecjen e gjithë atyre licitacione që ta kërkojnë, çdo gjë ka qenë në perfeksion. A ka nuanca, a ka komente, a ka debate, kjo është pjesë krejt normale, edhe dy njerëzit shumë të afërt me njëri tjetrin, jo më pastaj të një raporti të një grupimi aq të madh shtetesh me kaq shumë le të themi ndjesira, problematika, rryma, opinione, ndjesira, edhe një vendi të vogël si Shqipëria që po bën gjithë përpjekjet e saj për këtë proces integrimit. Leximi i mesazheve të sota, padyshim po them, po ja u them dhe po ja u përsëris, ka qenë mbështetja për reformën drejtësie. Dhe kjo mbështetje për reformën drejtësie nga ana e mazhorancës është pa asnjë kusht. Dhe këtu jemi 100% dakord. Pastaj e lidhim me ditën, se lidhim me ditën, e lidhim me ngjarjen, se lidhim me ngjarjen. Besoj që të gjitha gjërat janë gjëra që ka negociat, ka diskutim, ka sqarim, ka shpjegim, çdo gjë ka nevojë për të folur. Publicitet, deri kthehemi sërish me Blenin Klosin minutat e mbetura. Kthehemi studio minutat e fundit me zotin Klosi. Zoti Klosi, po e vazhdoj aty te një ide që e kam në çon, cilën unë e kam mbështetur në fakt sepse është ide e drejtë. Sepse unë mendoj që një parti politike që ka pushtetin politik duhet ta përdorë atë, jo ta keq përdorë, po duhet ta përdorë. Për shembull, po dëgjoja kryeministrin, dëgjova dhe ministrin e rit infrastrukturës në ditë më parë për çështjen e portit Porto Romanos dhe thotë kryeministri tha më troç që ka forca të cilat duan ta pengojnë këtë. Dhe ne i dim. Tani, nëse ju i dini që këto janë forca anti-shqiptare, pra anti-europiane, anti-shqiptare, etj. që atëherë ne duhet ja thoni dhe publikut. Dhe puna është, çfarë bën ky pushteti madh politik, legjislativ, ekzekutiv që ju keni për ta ndalur këtë gjë? Ne ndonjëherë kemi dilema, kemi shërbime sekrete, a kemi ku diun, sepse për shembull, po më thoshte dikush, një miku im nga Amerika që po ndiqte emisionin, ndjetë tha, ai punon në shërbimet lisbatuese amerikanë, është shqiptar në New York. Dhe më tha Sokolta, në një çështje ngjashme si i Porto Romanos,
nuk e merr prokuroria iniciativën për të hetuar. Por janë shërbimet sekrete, të cilat i çojnë indicjet prokurorisë, dhe i thonë, shiko se këtu ka një gjë, dhe në bazë të këtij ngacmimi nis prokuroria të hetoj një ngjarje të tillë. Ndërkohë tha tek ky tha në Shqipëri tha, është prokuroria që merr dhe heton një gjë e cila s'ka ndodhur akoma. Dhe on top of this, është kryeministri që thotë, ky ngacmimi që ka ngacmuar prokurorinë vin nga grupe me interesa anti-shqiptar. Pra në këtë moment që ta përmbledh dhe ta përgjigjsoj, në këtë moment ne të gjithë themi, po mirë, ti që je kryeministër, ti që del nga zyra